Risa Lusha dhe po vazhdojnë.
falje për vonesën, po si duket Besa Luzha ka pak probleme teknike, së shpejti na bashkangjitet edhe po fillon. Përshëndetje Besa. Atëherë pa humbur kohë tutje, po filloj. Përshëndetje për panelistët dhe të gjithë pjesëmarrësit që po na përcjellim përmes platformës Google Meet dhe përmes Facebook-ut. Pra ky është diskutimi i parë nga 4 diskutime që do t'i realizojmë në kuadër të projektit mbështetja e zbatimit të agjendës nacionale për fuqizimin e grave nëpërmjet avokimit. Me mbështetjen e Agjencionit Ndërkombëtar Suedez për bashkëpunim dhe zhvillim CITES dhe në implementim apo zbatim të projektit nga Fondi për Zhvillim të Komunitetit CDF. Në këtë diskutim ne kemi ftuar edhe
Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotin e Kuran Murati dhe zotin Adnan Rustemi nga Komisioni për mandate imuniteti rregullore të kuvendit dhe për mbikëqyrjen e Agjencionit kundër korrupsionit, kuadër të kuvendit të Kosovës, mirë po për shkak të agjendës së tyre ata nuk kanë mundë me na bashkangjitë sot në këtë diskutim. Po shpresoj që shumë shpejt do të gjej mundësi që të takohemi me qeverinë edhe me kuvendin për me prezantu edhe pozicionin ton, edhe diskutimet dhe rekomandimet që do të dalin nga ky diskutim i sotëm. Atëherë, unë falenderoj Besa Luzhën dhe zonin Nura Hasani, të cilët na kanë gjetur kohën që të na bashkangjiten në këtë diskutim. Pa unë bërkohë, po ja kaloj fjalën zotit Alban Ashani, drejtori ekzekutiv në Institutin Rinvest. Alban? Faleminderit Saji, po shpresoj që më dëgjon. Po. Ndoshta pak dopt po dëgjohesh. Përshëndetje për gjitha atëherë. Më lejoni që veç të theksoj rëndësinë e këtij cikli diskutimesh që si tha Saji po e fillojmë me mbështetjen e Agjencisë Ndërkombëtare Suedeze për Bashkëpunimin dhe Zhvillim, përmes një projekti që zbatohet nga Fondi për Zhvillim të Komunitetit, të i falenderojmë. Gjetjet e këtyre pozicioneve qartësisht nuk jo detyrimisht janë të mbështetëse. Mirë po ne po besojmë që në agjendë të nacionale të fuqizimit grave, e cila i artikulon kërkesat e një numrit madh aktorëve, ne kemi gjetë dakordsim për disa tema. E para që lidhet me këtë kuadër ka të bëjë me ligjin e punës, edhe disa pika të cilat ne konsiderojmë se në qoftë se do të ridizajnoheshin, do të krijonin parakushte që gratë mos jenë diskriminuar në tregun e punës. Në mënyrë të veçantë janë 3 pika qendrore që ne përmes këtij dokumenti pozicionues tentojmë të shtyjmë. E para që ka të bëjë me përfshirjen e pushimit prindëror, pra krahas pushimit të leonis, madje edhe vetë pushimin e leonis ne propozojmë që ta titullojmë, ta emërojmë si leje e leonis, sepse nuk është pushim. Për arsye se konsiderojmë që në qoftë se përfshihet edhe pushimi prindëror, atëherë do të ulet stimujt e sektorit privat për të diskriminuar gjatë procedurës së rekrutimit. E dyta ka të bëjë me barën e cila deri tani bartet kryesisht nga sektori privat. Ky ka qenë edhe një sinjal që e kem dhënë edhe atë në 2012 kur është draftuar ligji për ligji punës. Pra edhe pse synimet kanë qenë të mira, ne kem pas frikën e fatkeqësisht është dëshmu e saktë kjo frika jonë, që sektori privat do të hakmirët edhe do të krijoj, do të ketë stimuj për diskriminim. Edhe kjo ka ndodhur në vremën nëse i qyrim donat e tregut punës, se ka një dekurajim. Për më tepër kjo bëhet edhe më problematike kur ke parasysh demografinë e Kosovës, ku shumica e grave në Kosovë janë në periudhë reproduktive, po mund të bëhen në treja. Në këtë kuadër ne mendojmë se qeveria e Kosovës edhe politikëbërësit Kosovë, duke avancuar një politikë të rëndësishme publike, mund të tërheqin këtë barë nga sektori privat, edhe për rrjedhoj të ulën stimujt e këtij sektori për diskriminim, duke propozuar disa modalitete që tjellë në ndërkohë do t'i prezantoj. Dhe së fundi që është gjithashtu e rëndësishme, synimi jonë është që të këngulim për largimin e idesë nga agjenda legislative që ligji punës dhe ligji leonis të ndahen, për arsye se në këtë formë do të bëj më i cenueshëm pozicioni grave, edhe për rrjedhoja ato do të mund të ishin pambuluara ligjërisht, përderisa nuk nxirren këto ligje në të njëjtën kohë. Fakti që sot me ne nuk janë përfaqësues të institucioneve qoftë ekzekutive apo shtyllës legislative, është sigurisht një sinjal jo i mirë, po fatmirësisht ata janë kanë kallëzuar ka dëshmërimin në aprit, unë po besoj që për kësaj platforme ne do të nxjerrim edhe rekomandime që mund të shtyjë tutje, mirë që bashkarisht përmes këtij dokumenti pozicionues të shfrytëzojmë çdo platformë avokimi që kemi në dispozicion që më shtyj përpara këto ndryshime. Unë pa fond diçka tre, po veç po duam të refleksu se kjo temë metet shumë e rëndësishme për institutin e Invest, unë po shoh që në bashkëbisedim kemi
antarë tjerë të Forumit Ekonomik Grave, e ne sigurisht se bashkarisht do të shfrytëzojmë çdo platformë për me avancu këto pika për cilat kemi një dakordim bazik. Pa unë bërkohën, po ja kaloj fjallën atë, ja rikthej fjallën Sajit e po i falenderoj për pjesëmarrjen. Alban, faleminderit shumë. Atëherë, po ja japim fjallën Djelza Gashi, krejsi për me e bo një prezentim të shkurt të pozicionit të Institutit Reinvest në lidhje me këtë çështje. Djelza? Faleminderit Saji, mëse që po dëgjohen? Po, mirë është. Mirë, faleminderit shumë. Atëherë, para zgjatë shumë, më lejoni të prezantojmë pika shkurta, këtë dokument që kemi përgatitur në Institutin Reinvest, siç e tha edhe Albani, ne fokusohemi në 3 pika kryesore që kanë bënë që lidhen kryesisht me dispozitat për ligjin për pushimin e Leonis. E para është mënyra e rregullimit të pushimit Leonis, për pushimet Leonis dhe mungesa e rregullimit pushimit prindëror, e dyta është kompenzimi, forma kompenzimit dhe treta ka të bëjë me mosndarjen e pjesëve të pushimit Leonis nga ligji i punës. Një sfond i shkurt, për sa besoj që gjitha jeni të informuar, është që këtua për e parë ka nxjerrë ligjin e punës vitin 2008, dhe kërtej tek i ligji, grave Lehona u jepet të drejta prej 9 muaj pushimi me pagesë dhe 3 muaj pushim pa pagesë, dhe më mirë nga nëna pa pagesë. Ky ligj që ka Albani edhe pse ka pasur një të mira, pakisisht ka përfunduar duke pas pasojë negative që se modelin me fanë për gratë Lehona, sepse është bërë barra komplet e tyre ndaj tyre për në kujdesin e fëmijës të posalindur, për arsye se ligji parashë vetëm pushimin e Leonis, dhe nuk e rregullon pushimin prindëror. Në këtë formë, grave është vështirësuar balancimi përgjegjësive profesionale dhe atyre private, edhe në ka përfunduar si pa barabarta në tregun e punës. Gjithashtu, siç e thotë edhe Albani, termi pushim nuk besojmë që është korrekt, por duhet balancohet me term ideje, sepse më mirë përshkruhet më adekuat që është term më adekuat që përshkruan kohën që i duhet një gruas Lehone për morim kënd, edhe të më kujdes ndaj poshtës. Si rezultat, deri tani, thash 6 muaj konsiderohet si pushim i Leonis, i cëllash me pagesë, 3 muaj nga fundënësi, 3 muaj tjerë nga muaj 7 dhe i muaj 9 pagesa bëhet nga 50% nga paga mesatare në Kosovë, që paguhet nga buxheti i Republikës Kosovës, dhe 3 muaj tjerë merren pa pagesë. Andaj, për shkak të diskriminimeve që janë bërë në fuqinë punëtore në tregun e punës ndaj grave, si që edhe Albani, gratë janë diskriminuar edhe gjatë procesit të punësimit, ju bëhen pyetje diskriminuese, që kanë bënë me planifikimin familjar, gjithashtu është pa që bizneset në mënyrë disproporcionale kanë angazhu më shumë burra se sa gra, edhe si rezultat i këtyre problemeve, ne mendojmë që pushimi prindëror duhet më konsiderohet si drejtë barabartë mes gruas dhe burrit, jo vetëm të batet bara njërës anë, ndaj edhe propozojmë disa rekomandime në këtë pjesë, pa hyrë në 2 pika të tjera. Para se më kthy, se ti ke dhe Albani, ligji është duke hartu, sepse ka qenë në vitin 2018 me iniciativën e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, ka fillu hartimi i ligjit, ku është bërë ndamja e ligjit, vetëm ligji punës dhe janë reagoni e pushimit Leonis, andaj kur kthehet në diskutim komplet dhe në rishë që kemë prapë në hartim më të tjeshëm, ligji duhet bëhet konsultim me ekspertizën e gjithë organizatat grave, në tjetë pajtim me kushtetutën, me direktivën e BE-s për balancim të jetës dhe punës edhe me ligjin për parazi gjinore. Andaj, në këtë pikë, propozimi jonë është që pushimit vetë në 10 muaj, por 6 muaj të parë konsiderohen si leje e Leonis. Jo pushimi Leonis, por leje e Leonis për nënën, me pagesë kuptohet. Për brenda këtij 6 muajori, 1 muaj tjetë leje e atësisë. Babait ke drejt ta merr një leje pushim me pagesë, leje me pagesë
për përkujdesin ndaj poshtës së posaçërimit. Kjo pjesë një mujore mund ndahet në dy pjesë nga 2 javë. Pastaj, 6 muaj leje, muaj 7 deri në 12, të konsiderohen leje prindërore. Do leje lejonit për leje prindërore. Ku muaj 7 deri muaj 9, mund një muaj prej tyre, që është me pagesë, do të mirë nga babai, me drejt që nana mos të ketë drejt ta merr atë një muaj, do mos të ketë nuk mund të transferohet nanës ai një muajsh. Dhe ky tjetë me pagesë. Edhe pjesa e fundit, muaj 9 deri 12, mund të merren pa pagesë, një konsiderohen pushim prindëror dhe një muaj të merret nga babai pa drejt transferimit tek nëna. Në këtë mënyrë ne mendojmë se bara kujdesi së poshtës shpërndahet në mënyrë më të barabartë mes të dy prindërve dhe gratë bëhen më pak të diskriminueshme në tregun e punës. Ky është rekomandimi i parë. Rekomandimi i dytë i përket formës së kompenzimit. Sipas ligjit tanishëm, gratë kanë drejt kompenzimi 6 muajt e parë, 70% e pagës bazë paguhet nga punësi, për muajin 1 deri muajin e 6. Për muajin 7 deri muajin e 9 bëhet kompenzimi 50% i pagës mesatare nga buxheti i Republikës së Kosovës dhe 3 muajt e fundit nuk janë pa pagesë. Për këtë formë të kompenzimit, në vitet tona, sektori privat ka nitur ankesa, shqetësim se ligji ka bërë barën tek ta për kompenzim të pushimit lejonis, dhe se për ta është e kushtueshme, është një kosto e madhe, për arsye se duhet të angazhojnë, përveç se duhet të paguajnë lejonin për 6 muaj, duhet të angazhojnë një person për zëvendësim të nanës, të punëtorës që ka marrë pushimin e lejonis. Si rezultat, organizatat e shoqërisë civile kanë vënë fat që kanë raportuar që ka diskriminim tekstuar në tregun e punës, ndaj grave, edhe CCC ka dhënë, biznes kanë angazhuar më shumë burra se gra gjatë viteve, edhe banka kontrolli ashtu e ka cekë në raportin e 15 që para financiare u bie kryesisht i nxit biznesit që diskriminojnë gratë punëse. Na e kemi analizu ligjet e rajonit, edhe e kemi parë që në Maqedoni, në Majtëzi, edhe në Serbi, pushimi paguhet nga fondi shtetëror, kryesisht në Maqedoni edhe në Majtëzi, nga fondi i institucioneve shëndetësore të shtetit, të shteteve, financohet komplet 100% paga bazë e nanës gjatë 12 muajve të fundit, edhe financohet për komplet 12 muaj. Në Serbi, kompenzimi bëhet nga biznesi, por pastaj shteti e bën rimbursimin e biznesit për pagesën që e ka bërë. Në Serbi lejohet të bëhet kompenzimi deri në 5% e pagës mesatare që është në Serbi. Andaj, për kësaj, në mënyrë që ta shpërndajmë barën e kompenzimin mes sektorit publik dhe atij privat, ne rekomandojmë që 6 muajt e parë ti bartën sektorit publik, ti bartën shtetit. Pagesat bëhet nga buxheti i shtetit. Kurse 3 mujori i dytë, që në muajt 7 deri 9, ti bartën sektorit privat. Më konkretisht, 6 muajt e parë lejes së lejonis, bëhet kompenzimi 50% pagës bazë, edhe pagesat bëhet nga buxheti i Republikës së Kosovës. Shuma e pagesës e pagës së vlerësuar të konzim nuk mund të jetë më shumë se 3 i pagës mesatare në Kosovë. Brenda kësaj periudhe 6 mujore, babai ka drejt ta marrë 1 muaj leje aftësisë, që është e paguar njëjtë. 3 muaj të leje, muaj 7 deri 9, që konsiderohen leje e prindërore, kemi me kompenzim 50% pagës sipas kontratës të cilën e paguan punëdhënësi, dhe 3 muaj të fundit të merren pa pagesë. Në këtë mënyrë, ne besojmë që bëhet një shpërndarje e barës në sektorit publik dhe atij privat, edhe në këtë formë bie diskriminimi ndaj grave. Edhe pika e fundit, cilën duam ta cekim, është që ligji i iniciativa e Ministrisë Miqenes të punës dhe miqenes sociale për ndarjen e pushimit e ligjit punës dhe ligjit të
drejtimin e ligjit veçantë që e rregullon pushimin e Leonis, ka hasur kundërshtim nga organizatat shoqërisë civile, edhe në këtë drejtim Forumi Ekonomik Grave, bashkëpunim me FES-in dhe X-in, kanë dërguar shkresa në bashkëpunim me përkrahjen e 7 organizata të tjera, kanë dërguar shkresa në zyrën e Kuvendit të Kosovës, në zyrën e Kryeministrit, edhe në Ministrinë e Punës dhe Mjekësisë Sociale, ku kanë kërkuar që një gjë e tillë të ndalohet dhe ne sepse besojmë që një projekt i tillë fillon pa parazitë dhe në tutje, edhe lën një pjesë të madhe të popullatës Kosovës pa mbrojtje. Andaj, me këtë dokument, i përsërisëm thirrjet tona prapë që qeveria dhe kuvendi përkrajnë kërkesën e OJQ-ve që trajtimi i pushimit Leonis, lejes të atësisë edhe pushimit prindëror të bëhet në kuadër të ligjit të punës të jo me një ligjit të veçantë. Këto janë pikat që pozicioni jonë dhe pikat që i kemi trajtuar në këtë dokument pozicionës. Në fund, do i marrë parasysh edhe dokumente gjatë diskutimit dhe të kërkoj të përfshijmë që të prezentojmë të takonim me diçka në Gjithë faleminderit shumë. Atëherë po e kalojmë tash për këtoj zonjën Besa Lusha. Për fjalën e saj, ne pra si që përmendi edhe Djelza në fund të diskutimit, ne kemi bashkëpunuar gusht vitin i kaluar edhe me Frizjer për Shqiptung edhe me iniciativën kosovare për stabilitet dhe me përkrajin e shumë OJQ-ve të tjera në lidhje me këtë çështje, po për më shumë po ja jap fjalën Besës me na tregu për opinionin e saj. Faleminderit Sajide, faleminderit kolegë të nderuar edhe të institucioneve, të ODA-ve, të Aliancës, kolegë në Reinvest dhe të organizatave të shoqërisë civile. Një bashkëbisedim pash në kohë të duhur, sepse gjatë këtyre ditëve ose javën e kaluar X doli edhe me një dokumentar, me një video dokumentar, ku gratë, domethënë, shpalosnin në video format e ndryshme të diskriminimit që i bëhen në vendin e punës. Dhe kjo video edhe është si rezultati një studimi që është bërë domethënë të jesh grua në tregun e punës. Pastaj ne patëm një emision televiziv, një debat në kanalin 10 në Politika me Kushtrim Sadikun, edhe ishim edhe disa përfaqësues të organizatave dhe D4D, unë edhe Kushtrimi që ka qenë autori i studimit, edhe i ripërsëritëm të gjitha këto pajtime që kemi bërë, po themi ne, organizatat e ndryshme dhe akterët e ndryshëm që janë marrë me këtë temë. Krejt përpjekja gjatë gjithë kësaj kohe, krejt kur është konstatuar që ndonë se me qëllim të mirë ligji i punës ka dashur sigurisht me mbrojt gratë e punësuara në kohën kur ato janë të thotë në lindin edhe thjesht duhet të kujdesen për veten edhe për fëmijët. Mirë po thjesht mënyra se si e kanë organizuar këtë kohë, sa duhet me marrë leje domethënë nga puna për të kujdesur për veten edhe për fëmijën, është bërë në mënyrë të tillë e cila më shumë e ka dëmtuar gruan në vendin e punës se sa që e ka mbrojt atë. Edhe pse po themi natyrisht që ligjvënësit, Këshilli Ekonomik Social, atëherë partnerët social, të gjithë kanë negociuar me qëllimin më të mirë. Po qeveria e atëhershme, tash kur e shikojmë këtu nga perspektiva për të cilës po flasim, e ka këshirë zgjidhjen më të lehtë. Dhe për mos me ngarku buxhetin e vet dhe kostën e vet, ja ka vu barën bizneseve, duke menduar që do të jetë e përballueshme. Mirë po kemi parë gjatë implementimit, e kam monitoruar këtë ligj edhe Komisioni Parlamentar, Grupi Grave, Komisioni për Punë dhe Mirëqenie, janë bërë lloj analiza, propozime, edhe 10 grupeve të grave ka bërë një raport, një analizë edhe të ligjeve dhe të pozicioneve të mënyrës së pagesës në vendet të ndryshme në botë, në rajon. Ne kemi bërë studime, kemi bërë kalkulimin se si do duhej, si do dukej nëse ndryshon
të thotë mënyra pagesës dhe në fund vitin e kaluar të gjitha organizatat një familje u pajtuan edhe për modelin i cili do të dojë t'i propozoj qeverisë. Dhe ne me atë model shkuam edhe në takim me kryetarin e grupit të grave, Terezën Hajnuni, nga LDK që ishte udhëheqës e grupit grave, mi po pastaj shkuam në zgjedhje dhe tash kemi institucionet e reja. Në programin qeverisës, që është votuar dje, po vetë fundit dje pa dje, vetëm e pash vetëm fjalin, do të thotë që do të rregullohet pushimi i Leonis dhe leja prindërore. Dhe nga ky pozicion ku jemi sot, do të thonë ne kemi kry pothuajse pjesën më të madhe të punës. E kemi analizuar, kemi shqyrtuar gjitha modelet, kemi avoku për modelet të ndryshme edhe organizatat si Tifordi dhe të tjera që kanë qenë të mbështetura nga Olaf Palme, edhe ne që kemi qenë në koalicionin për drejtësi sociale, paka shumë e kemi pas qëllimin e njëjtë, por që të mbrohet gruaja, të trajtohet jo si pushim të jetë leje dhe të përfshihet edhe babai apo partneri, që mos ta marrë vetëm ajo që lind. Dhe mënyrat kanë qenë ndoshta varianta të ndryshme se si kemi menduar. Ajo që është me rëndësi të theksohet është që në fund kemi arritur një model për të cilin të gjithë jemi pajtuar. Të gjithë po flasim në anën e shoqërisë civile. Ky model është që mos me prish strukturën ekzistuese, që tha edhe Djelza, domethënë në pozicion unë veç po i flas kështu nga perspektiva jonë. Vetëm ne kemi kërkuar vetëm që të ndrohet do të thotë pagesa në 6 muajt e parë, bara të jetë tek shteti me pagesën e plot pra të 70 apo 80% siç është në ligj, jo nga fundënësit, por direkt nga shteti, pastaj 3 mujorin e dytë fundënësi dhe 3 mujorin e fundit do të thotë që mund ta merr Lehona edhe pa pagesë për të shtuar kohëzgjatjen e lejes Lehonis. Dhe në këto 3 muajt, në këto 3 ciklet do të thotë apo fazat, kemi parapar edhe përfshirjen e babait, respektivisht partnerit tjetër, do të thotë në familje që bara të ndahet. Dhe aty kemi parapar vetëm modelin që për shembull në 6 mujorin e parë të shtohen 10 ditë, apo 1 muaj për babai, 1 muaj duke kemi propozuar, sepse me direktiva amerikane është 10. Dhe në këto 3 muajt e ardhshëm, po ashtu 1 muaj duhet ta marrë babai, atë 1 muaj nëse nuk e merr babai, nuk mundet me zëvendësu nëna, respektivisht Lehona, edhe në 3 muajin e dytë, po ashtu atë muajin që është i paracaktuar nga modeli ynë për babain apo partnerit, nëse nuk e merr, nuk mundet ta shfrytëzojë të thotë Lehona. Kjo është ajo ku kemi mri. Tash, institucionet e reja, duket që nga ajo që e kanë përmend aty, vetëm e kanë përmend që duhet mu rregullu, dhe nuk është shpalos paku deri tash, dhe na kemi bërë përpjekje me ftu edhe ministrin edhe Diken, do të thotë që merret me këtë punë. Mas afërmi e njohur me këtë çështje duhet të jetë zonja Fatmire Kollçaku, e cila tash për fat keq që udhëheq vetëm Komisionit për Shëndetësi, i cili nuk e ka më pjesën e punës dhe të mirëqenies në atë komision, dhe kjo pjesë tash ka kaluar në Komisionin për Financa, që është vizavi Ministrisë së Financave dhe Transfereve, ku është zoti Ekuran Murati, por duhet ta gjejmë dikën nga vetëvendosja përmes Fatmires ose edhe përmes direkt duke i shkruar një letër qeverisë, që ta caktoj të thotë dikën që e njeh edhe është marrë me këtë temë në të kaluarën, dhe edhe të caktohet një takim ose të organizohet edhe një bashkëbisedim me Komisionin Parlamentar për katës, në të cilën ne mund të prezantojmë këtë qëndrim si të përbashkët. Ndoshta ja vlen që të formulohet një letër në të cilën të thotë sqarohen propozicione, edhe bashkangjitet pozicioni edhe ky qëndrimi dhe të këtij investit, bashkangjitet edhe skema e modelit të cilën e patëm vizatu herën e kaluar
për ta qartësu edhe vizualisht, edhe ndoshta studime të tjera, edhe edi nga Agjencia për Barazinë Gjinore duhet jetë të ngjarje të krejt këtyre që kanë ndodhur, edhe të avokimeve të gjitha pothuajse grupeve që janë marrë me këtë çështje në pikën që bara duhet të merret nga shteti. Ato botë, Lëvizja Vendendose kur ka qenë në opozitë e ka përkrahur këtë ide, këtë propozim. Prandaj ne tash po them që duhet të veprojmë. Kemi diskutuar mjaft, kemi shkruar mjaft, kemi analizuar mjaft, kemi volumtuar mjaft, kemi krahasuar me vendet e tjera, kemi ardhur në një model që të cilën të gjithë jemi pajtu, besoj edhe punëdhënësit, bizneset, odat e kanë përqafu, sepse për ta do t'jetë një lehtësi shumë e madhe dhe do t'lirohen nga kjo barë, pastaj do të ndikojmë drejt për drejt edhe tek punësimi i gruas. Prandaj na mbetet domethënë që ta bëjmë një veprim konkret. Ta formulojmë letrën, të nënshkruhemi të gjitha organizatat që përkrahin do të thotë një qasje të tillë, dhe ta bëjmë një kërkesë qoftë edhe formale në Vendin e Kosovës, në Qeverinë e Kosovës, që të niset debati apo diskutimi për këtë çështje. Tash proceduralisht ju mund të dini më mirë se si shkojnë të punë me që është qeveria e re, a duhet përsërit nga fillimi, domethënë të shkojë si iniciative re ligjore nga qeveria në parlament, to mund t'i marrim si informata, dhe cila ministri e sponsoron si ligj. Me që nuk kemi tash ministri të punës, sigurisht kemi departamentin e punës brenda kësaj ministrisë që është për transfere punë e të tjera, është edhe zëvendës ministri kapiti për cilën mu më është thonë që ai do t'jetë përgjegjës për këto tema. Ne mund të eftojmë atë dhe të bisedojmë edhe të shohim se kur është para parë nga programi, po them nuk e pash, nëse për shembull është në prioritet, a kemi agjende legislative nga e kaluara e cila e obligon Kuvendin me shku me të njëjtën radhitje të ligjeve, nuk e di. Por këtë duhet ta kuptojmë fillimisht, edhe pastaj të qëndrojmë kështu të bashkuar, domethënë në kërkesën që kjo të shkojë më tutje dhe të mos lejojmë modifikime të tjera. Domethënë këtu më nuk ka alternativa tjera. Për mënyrën e pagesës, e barën duhet ta marrë shteti dhe kjo është fundi i diskutimit sa i përket domethënë shoqërisë civile. Modalitetet të tjera, të cilat mund të jenë subjekti i diskutimeve edhe në parlament, në komision, gjatë amandamentimit, mund të jetë se si do të procedohet, kur duhet të filloj, sepse çështja kryesore do të jetë ngarkesa financiare. Por ne kemi pas menduar për këtë dhe kemi propozuar që zgjidhja do të jetë fondi për mbrojtje shoqërore, të cilin nuk e pash në programin qeverisë. Sepse fondi nëse parashihet që të mbushet nga kontributi i punëdhënësve dhe punëmarrësve, ashtu siç kemi biseduar, ne kemi bërë dhe kalkulimet me 1, 3, 5, 7 e tjera, dhe është nisur koncept nota për fondin në qeverinë e kaluar nga ministri Reqica. Mund të mos këtë qenë domethënë më e mira, sepse aty kemi pas kundërshtimin që është menduar që kjo çështje e leonistë trajtohet ndamas nga ligji i punës, por shpresoj që tash kjo nuk ndodh. Mirë po, ne duhet të insistojmë në atë, sepse kjo, pra, çështja e leonistë dhe fondi, edhe shumë probleme të tjera nga kesa e skemave sociale që del sot nga buxheti, do të zëvendësojmë me fondin i cili në mënyrë paraqet një lloj kontributi apo modeli me kontribut në formë solidare nga të gjithë ne për ata që të subjekt i fondit. Ka shpresoj që është mjaftueshme për fillim të lidhje, madje mund të lidhemi prapë gjatë diskutimit. Faleminderit Vesa shumë, po është e vërtetë, pra dhe kjo ishte ideja me pas këto ministrin apo përfaqësuesin e Kuvendit me na njoftu pak më shumë në lidhje me programin e tyre, apo si kanë menduar dhe kur do të procedohet kjo në Kuvendin e Kosovës. Mirë po, një nga aktivitetet e projektit është edhe prezantimi i
pozicionit tonë pra Institutit Reinvest, po edhe rekomandimet që dalin nga ky takim të i diskutojmë në një takim edhe me qeverinë edhe me Kuvendin e Kosovës, që po besoj shumë shpejt do ta kemi atë takim. Po gjithsesi edhe aktivitetet në kuadër të Forumit Ekonomik të Krave do ta bëjnë një gjatë të tillë me të gjithë aktorët të tjerë. Atëherë është shumë e rëndësishme pra edhe mendimet nga ana e biznesit, se si ata propozojnë apo e përkrajnë iniciativën tonë. Atëherë këtu e kemi Nora Hasanin me na diskutu për këtë çështje, po ma vonë sigurisht na bashkangjitet edhe Lumia Meti nga Alianca Kosovare e Bizneseve. Nora, fjala është për ju. Përshëndetje gjithëve. Edhe unë ndjej keqardhje që nuk kemi përfaqësues qeverisë këtu apo të kuvendit, po gjithsesi i bashkangjitëm propozimet besës që ne mundemi me drejtu një kërkesë të përbashkët, ku bashkangjisim këtë dokument pozicionues, po edhe kërkesat tona që i kemi, se mendoj që nëse jemi gjithë bashkë, edhe të pajtimet që ky ligj të dalë në diskutim publik, dhe të merrem parasysh kërkesat edhe shoqërisë civile, po edhe sektorit privat, atëherë mundem me arritë edhe rezultate konkrete. Ne si OD ekonomike gjermano-kosovare vetë se kemi parashtruar një dokument në Kuvendin e Republikës Kosovës me listë të ligjeve të cilat ne mendojmë se duhet të ndryshohen, edhe gjithsesi që aty është edhe ligji aktual i punës, do të thotë kemi disa propozime se si duhet ndryshohet ai ligj edhe në atë se si duhet të jemi më fleksibil sa i përket orarit të punës të punëtorët, se kemi nxjerrë shumë mësime nga kjo pandemi, edhe ligji gjithsesi që duhet të ndryshohet. Mirë, po ajo çfarë insistojmë edhe ne si OD, pra i bashkangjitemi edhe rekomandimet që e dha dhe që prezantoi Djelza, që dalin nga ky dokument i juaj, trajtimi i pushimit të lehonisë duhet bëhet në kuadër të ligjit të punës. Do thotë edhe ne mendojmë që nuk duhet të ketë ligj të veçantë që rregullon lejen e maternitetit apo pushimin e prindësisë. Do të thotë duhet të rregullohet në kuadër të ligjit të punës. Ajo çfarë është evidente dhe të pajtohemi të gjithë, do të thotë ajo çfarë ka shtyr që të ketë diskriminim sa i përket mësimeve të grave, është se bara kryesore i ka rënë sektorit privat. Në veçantë tash, gjatë pandemisë kemi pasur që kjo është akoma më e papërballueshme, kështu që unë këtu flas në emër të anëtarëve tonë, ne kërkojmë gjithsesi që në mënyrën kur të ndryshohet ligji, edhe kur të ndryshohet pra modaliteti i mënyrës së pagesës kur vjen te puna e lejes së nënës ose të lehonës, që të ndryshojë sistemi i pagesës. Do të thotë nuk jemi kundër sistemit të tillë, do të thotë që kanë 12 muaj pushimi lehonisë në gjithsej, mirë po që bara kryesore të jetë të institucionet publike, jo të sektorit privat, se kjo është e papërballueshme për sektorin privat. Edhe këtu do të thotë morën si shembull edhe ato çfarë prezantoi Djelza, se si është duke vepruar rajoni, ne duhet gjithsesi që të krahasohemi me rajonin, edhe aty kemi pasur në Maqedoninë Veriore, po edhe në Malin e Zi, është gjithmonë fondi për sigurime shëndetësore që marr përsi për këtë barë, do të thotë si shtet, ku paguhet 100% e pagës. Nëse të bëjë njëjtë, do të thotë është shteti ai që kompenzon bizneset nëse paguajnë këtë barë për nënën. Edhe njëjta ndodhet në Gjermani, nuk po të Kosovën tashmë krahasohem me Gjermaninë, mirë po edhe në Gjermani do të thotë barën kryesore e ka shteti. Pse edhe në Kosovë mos jetë shteti ai që mundet me i shkarku bizneset nga kjo barë, edhe kjo është do të thotë njëra prej kërkesave tona që gjithsesi të shqyrtohet kjo mënyrë ashtu që të mos mbetet bara financiare tek bizneset. Ne jemi patjetër që të kthehet kjo në diskutim publik edhe që të ketë sa më shumë ekspert edhe grupe të ndryshme të interesit që ta gjejmë zgjidhjen e duhur, jo atë më të lehtën, siç e thotë edhe Besa më herët, po që me të vërtetë ta kemi një ligj të punës që është modern, po që edhe e mbron nënën. Edhe këtu sa i përket terminologjisë, po pajtohem plotësisht me ata çfarë keni propozuar dhe ju, nuk duhet quhet pushim i lehonisë, po duhet quhet patjetër leje. Edhe këtu po marr shembull Gjermaninë, Gjermania quhet Mutterschutz, do të thotë në shkollë akoma më e madhe është mbrojtja e nënës. Në Gjermani mbrojt kjo Mutterschutz ose kjo leja për nënën është shumë e shkurt në krahasim me ato se çfarë ofrojmë ne për punë marrësit tona, do të thotë 6 javë para terminit lindjes
detyrohen që të shkojnë në shtëpi edhe janë të mbrojtur edhe 8 javë mas terminit të lindjes. Dhe gjatë krejt këtyre javëve ju paguhet 100% e pagës. Edhe me këto dispozita, pra siç po e thot edhe vetë që është më të shutës, mbrohet shtazana edhe ma vonë nana që ka lind, ashtu që të ketë mundësi edhe të lidhet me fëmijën e saj edhe që të ketë një rikuperim sa më të lehtë. Çfarë është në Gjermani, po që propozoni edhe ju dhe se ju mbështesim edhe ne, plotësisht duhet të ketë pushim prindor. Edhe në Gjermani do thot pas kalimit të kësaj periudhës, ku nanës i garantohet që të mund të qëndrojë me fëmijën e saj, pa pas fikse që hub vendin e punës, të dy prind janë të barabartë dhe kanë të drejtë të aplikojnë për pushim prindor, do thot Elternzeit. Edhe këtu ka modele të ndryshme se si shteti gjerman, jo kompania, ja u mundson që ta marrin një pjesë të pagës tyre. Këtu ka 3-4 modele të ndryshme se si mund të aplikojnë prind, ose edhe nana me partnerin, tash varësisht se çfarë bashkësie familjare kanë, mirë po gjatë kësaj kohe ju garantohet që ta kanë atë mbështetjen financiare, edhe bara financiare, kjo është ajo po kthejmë prapë që ka shumë rëndësishme për neve, nuk ju bie kompanive. Kompanitë kanë për obligim me rujt vendin e punës, mirë po nuk e kompenzojnë lehonën ose do të thotë shtazanën gjatë kohës sa është e punësuar, nuk e rrezikojnë daljen e punës. Kjo është do të thotë ajo çfarë deshta unë me transmetu këtu si mesazh, thotë edhe ne nuk jemi që të ketë një listë veçantë, ne jemi ata që para të ndahet, të mbulohet kryesisht nga sektori publik, të mos ngarkohet sektori privat edhe të ketë pushim prindor. Ajo çfarë është tjetër e rëndësishme të ketë parasysh kur bëhet ndryshimi i këtij ligjit, është që duhet të harmonizohet edhe me ligje të tjera, edhe këtu e kam fjalën për ligjin e zgjidhjes, edhe duhet me pas harmonizim të këtyre dy ligjeve, edhe një gjë tjetër që po shihet prej krejt kësaj çfarë përmenda, që duhet patjetër më dhanë si rekomandim edhe input, është që Kosova duhet patjetër të ketë fond për sigurime shëndetësore. Na e kam edhe me shembull e rajonit, edhe me shembullin e Gjermanisë, nuk është një ministri e caktuar që merret me kompenzim të pagës, po është një fond për sigurim shëndetësor. Edhe kjo është një prej kërkesave tona si OD që kemi parashtruar në Kuvendin e Kosovës, bizneset gjermane, po edhe politikanë gjermanë sa herë vinë në Kosovë, sinqerisht marrën neve na vjen se institucion që duhet me gjithmonë marrë se tu që Kosova në vitin 2021 nuk ka fond për sigurim shëndetësor për qytetarët e Republikës së Besa, i kemi pak pengesa të zonit. Jo. Provo dhe njerë. Nora, të falenderoj gjithsesi për mendimet, propozimet e juja, pra pajtohem plotësisht se kur jemi bashkë me shoqëria civile, po edhe biznesi, atëherë zoni jonë është më i fortë edhe sigurisht që mund edhe të ndikojmë në ndryshimet. Sa për informimin e juj, unë dje kisha një bisedë me zonjën Leonora Ameti Zylfiaj, udhëheqëse e divizionit për marrëdhënie në punë, dialog social, siguri dhe shëndetje në punë, e cila edhe e pat pa mundun t'jetë pjesë e panelit sot, po që ju them të drejtën ende nuk ka asgjë konkrete sa i përket qeverisë së re dhe propozimit të programit nga qeveria e re, mirë po ajo që ka munda ta kuptoj nga zonja Leonora është se projekt ligji i propozuar nga qeveria e kaluar për pushimin e Leonis është inkorporuar në ligjin e punës tashmë. Pra është një ligj i vetëm, unë besoj që edhe qeveria e re do ta përkrah këtë. Patjetër tash do t'ja u jap fjalën edhe Brikenës edhe Lumës që veç e kanë kërku fjalën, po ajo që ka dim tani për tani, pra është se qeveria po don me vazhdu, me bo ndryshimet në ligjin e punës apo dispozita që rregullojnë pushimin e Leonisë dhe shumë çështje tjera, të cilat sot nuk po i diskutojmë ne. Kjo është mjaft mirë dhe është pozitivisht po e presim. Mirë po deri në takimet e radhës apo prezentimet e qeveritarëve, ajo që ka kemi pa është se edhe
edhe gratë e pa puna do të kompenzohen me një paguë prej 250 eurove për 6 muajt e parë pas lindjes. Ne edhe në të kalumen e kemi diskutu edhe përmes forumit ekonomik të grave edhe kemi mendu që edhe gratë e pa puna pa dasht, do me thonë me diskriminu, po edhe gratë e puna nuk është shumë reale që të paguen me pagën e njëjtë apo me pagën mesatare, pasi që gratë që punojnë edhe janë kontribuantës edhe në buxhetin e shtetit edhe kështu me radhë. Prandaj ne nga ana Institutit që Invest e kemi në bazë praktikave, do me thonë të rajonit e kemi vu edhe një prag të pagesës, pra kemi thonë që për momentin derisa dhe të bëhet fondi për sigurime shoqërore që besoj Brikina ka menapol ma shumë për këtë çështje sepse ka marrë pjesë në ato analiza, që të jetë jo më shumë se 3 fishi i pagës mesatare të pas parasysh edhe buxhetin, apo tash kjo do të bëhet në diskutim edhe qeveria do të na njoftoj në lidhje me këtë çështje. Atëherë unë fillimisht po ja jap fjalën Brikina Hoxha nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet, pastaj ja jap fjalën edhe Lumnia Amiti Ajdini nga Alianca Kosovare për Biznes. Besa, okej, nëse veç shkurdisht e diçka se ta ndërprim fjalën. Deshta veç me thonë me ftu që na du të kemi shumë kujdes në termet që i përdoren. Për shembull, dëgjova Norën, do të thotë kur themi varën do ta merr shteti, duhet ta shpjegojmë që ne me anë të fondit varën do ta marrim ne si shoqëri, jo shteti, sepse pikërisht aty po dojmë me kursy edhe shteti që mos me pas kostos, pse po themte, për shkak se në diskutimet pastaj kur nëse prezantohet që shteti nga arka tash pa ndonjë kontribut shteti do të nxjerrë për të paguar gjithë do të ketë të një mënyrë përplasje me ata mekanizma që kujdesen për disiplinën fiskale, sepse ngarkohet baza. Kështu që ne duhet të themi parën do ta merr shoqëria, edhe bile dhe sektori privat do të kontribuoj, dhe nuk do të jetë e vërtet me thonë që sektori privat nuk do të ngarkohet, por do të ngarkohet aq sa i takon, sepse sektori privat do të paguaj si punëdhënës kontributin në fond. Varësisht sa do të aplikohet për shembull a 1% a 3% që e kemi kalkulu, ajo do të shtohet sikur që është shtu për pensionin, dhe një pjesë e pagun punëmarrësi që i ndalet nga pagave dhe një pjesë do ta shtoj punëdhënësi. Por ky punëdhënës, prandaj po them është principi i solidaritetit, sepse secili, edhe i riu, edhe i vjetri, edhe burri, edhe gruaja, të gjithë kontribuojnë në fond në mënyrë që pastaj nga ai fond të dëmshpërblet edhe lehona, edhe dikush që ka mbet invalid në punë, edhe dikush që mund të ketë mbet pa punë për një kohë, 3 muaj, 6 muaj që ristrukturi, pandemia edhe shumë raste të ndryshme. Prandaj kur e themi kështu me terme të sakta, njerëzit do ta kuptojnë do të thotë më drejt që nuk është që sektori privat po e heq Se në të 3 shembujt edhe me shembullin Gjermanisë është gjithmonë një fond. Po ai fondi është shtetmor, edhe natyrisht që gjithë kontribuojmë, po është gjithmonë fondi ai që na mungon. Ta nuk e kemi. Faleminderit. Nora, atëherë fjalën po ja kaloj Brikina. Atëherë ju faleminderit shumë, po besoj që po të dëgjohem. Shumë sagji edhe për këtë takim, edhe për prezantimet. Mu po m'vjen mirë që pak a shumë gjithë prap jemi në një linjë të njëjtit mendim. Unë veç ka dashta me shtu për mos me u përsërit, unë po pajtuna me krejt që ka tha edhe Besa dhe zonja Hasani. Na dje me një salon të martës të organizuar prej D4D, si ishim pjesë e një paneli me zëvendësministrin Besnik Bislimi. Diskutuam për çështjet e punësimit, natyrisht me fokus veçantë te gratë, edhe pse zotri Bislimi nuk ishte shumë në rrjedha për formulën si do të organizohet Leja e Leonit,
ai tha që në programin e vetëvendosjes edhe qeverisë tash e kanë Leni Leonis do ta paguaj fondi për sigurime shëndetësore. Natyrisht, ne e përmendëm edhe fondin për sigurime shoqërore apo sociale, cilin e propozojmë tash e sa vjet. Nuk e kishin në plan, po ju duk si një ide e mirë, edhe ishin shumë të hapur për diskutim, edhe premtuan që do të na mbledhin gjithve edhe këtë çështje do ta e kam si prioritet, edhe premtoj që do ta rregullojnë gjatë këtij viti, edhe sipas gjitha gjatave do të fillojë të implementohet me një herë pas vitit tashme. Nëse shkon si përmes vetëm Leonia përmes fondit për sigurime shëndetësore, atëherë edhe kjo është një formulë e cila, siç e përmendet në për shumë shtete rajonit edhe në botë, funksionon shumë mirë, edhe ishte një premtim shumë shpresdhënës që edhe ne tash me këto rekomandime tona mund t'ju japim më shumë ide. Unë nuk e kisha zgjat më shumë nëse ka dikush pyetje ose diçka, edhe debati i tjetër po m'duket edhe është online në kalzo.com, kështu që mundeni edhe aty me ndjek. Faleminderit. Okej, Birkina, faleminderit shumë. Atëherë po e kaloj fjalën te Zoja Lumia Altini nga Alianca Kosovare e Bizneseve. Faleminderit Saxhi, përshëndetje për gjithë kolegët, unë ju përgëzoj për këtë takim. Në fakt, unë e përfaqësoj Aleancën e Bizneseve të Kosovës, por jam edhe anëtare e Këshillit Ekonomik Social. Po ju informoj me Besën, me Brikenën, me gjithë ato e din kontributin ton gjatë gjithë viteve, nuk ju marrë shumë kohë, po ju jap informacion, sepse prej vitit 2011, kur është bën ligje, ne kemi tentuar që qysh atëherë lehonat me qenë të paguara nga fondi qoftë shtetit një fond, sepse atëherë nuk i kemi pas në 2011 diskutimi për fondin për sigurime shëndetësore. Ju jap tregoj pak kontinuitetin se gjitha këto, unë ju përgëzoj juve, sepse gjitha këto janë të trajtuara prej vitit 2013 në Këshillin Ekonomik Social, po dhe jam anëtare ku lobimi im ka qenë pikërisht te këto fusha që duhet të mbrohen qoftë jo vetëm lehonat, po edhe kroat në vendin e punës, sepse Këshilli Ekonomik Social trajton gjitha çështjet sociale dhe ekonomike, qoftë kroat, po mendoj gjitha gjinive, edhe mirë po për shkak se neve në atë kohë, në 2011 më kujtohet, kemi pas takime të shpeshta me grupet parlamentare, kur nuk kanë pranuar që domethënë barën ta merr shteti për pushimin, në këtë rast që po bisedojmë për pushimin e lehonave që u pajtona që të ndrohet temi e leja nga puna apo mbrojtja e grave, lehonave, mirë po çka mandej në vitin 2014. Po tu pak si kontinuitet se gjitha këto çka po diskutohen, ne i kemi diskutuar çaq gjatë me gjitha institucionet. Por problemi kryesor, gjitha këto modele, me përgjegjësinë më të madhe po ja them se ne i kemi diskutuar para 6-7 viteve. Problemi kryesor ka ndodhur pikërisht te Fondi për Sigurim Shëndetësor vitin 2014 dhe 2015, kur e kemi iniciuar si Këshill Ekonomik Social. Mandej, duke i ditë rrethonat edhe duke i parë që qeveritë tona janë ndru, edhe kemi problem, sidomos mandej kur vinë qeveritë e reja prej fillimit të janit, kjo na ka kushtuar neve shumë si shoqëri, po dhe si Kosovë. Sa i përket Këshillit Ekonomik Social, ne nuk kemi pranuar. Unë e pash publikina tash e konfirmoj se asnjëherë ne nuk kemi dashur që ta ndajmë pushimin e lehonave me ligj veçantë poshtë kuadrit të ligjit punës, që kjo në asnjëherë se kemi toleruar. Ne në fakt u thanë edhe prej djellësës, edhe prej gjithë juve, në format, domethënë pushime e lehonave, pushimi prindror, forma e kompensimit, si dhe gjitha këto, domethënë ne kemi unë për jap që kanë qenë drafti i fundit në ligjin e punës, gjitha këto çka i thatë ju janë në ligjin e punës. Vetëm te forma e kompensimit, ne kemi kërkuar që 6 muaj, domethënë ta ketë barrën shteti, jo me 70% pagës bazë, mandej edhe 3 muaj, domethënë ta ketë me 70% pagës mesatare nivel vendi, bizneset. Për arsye se diskrepanca mes sektorit publik dhe sektorit privat dallon. Ne dimë pagën mesatare, mos
një aty se ne kemi ullumtime se Aleanse Biznesit që i bojmë çdo vit për tregun e punës dhe barometrat e punësimit nivel vendi. Mirë po, çka i shandojmë, do të thonë që mos të krijohen që do të na lëshoni që tash i kemi gjitha këto që sot po i ndëgjoj, gjitha këto shumë sinqerisht janë të inkorporuar në draft ligje. Po çka po ndodh? Kur inicojmë ne si Këshill Ekonomik Social, aty janë 5 punëdhënës, 5 punëmarrës edhe 5 ministra. Tash na e kemi një problem. Po dhe këto e kemi sqaruar, më duket tash jemi në rregull sepse Ministrinë e Punës e kanë heq prej në departamentin e thatë dhe jo në kuadrin e Ministrisë Financave dhe ne presim që shumë shpejt Këshilli Ekonomik Social të mblidhet për arsye se nga Këshilli Ekonomik Social nisin sepse Ministri i Punës është edhe kryesuesi i Këshillit Ekonomik Social. Nisin plotësim ndryshimet e ligjeve, qoftë, domethënë kemi diskutuar edhe për ligjin e zgjedhënies, për plotësim ndryshime edhe për gjitha këto. Çka po duam ju në fakt edhe unë do të jem çast gjithkohës, domethënë bashkëpunim me juve dhe ju përgëzoj. Mirë po, edhe te muaji i aksis më dal shumë, edhe te leja prindrore, edhe te fondi për sigurimet shëndetësore, gjitha këto i kemi me detaje. Unë do t'ja përcjellë juve se për shoh që shumica e pjesëmarrësve ndoshta nuk i paskan të po mendoj nuk i kanë tamam sepse për shkak të ndrimit qeverive draft ligje, projekt ligje ka shku në kuvend, është kthy, edhe çka ka ndodhur. Prej qeverisë, kur ka shku në kuvend, është ndru. Shumë nene edhe shumë dispozita ju ndru të ligjeve. Jo tash për këtë ligj, po edhe për ligje tjera. Kjo na ka ndodhur të kaluar. Unë edhe në zonjë Fatmire, Koçoko kemi pas takime kur ka qenë më sekretare e grupeve deputetëve gro, edhe na ka përkro, po ashtu edhe vendosja, me po sa i përket të zavendës kryeministit Besnik Bislimi dhe të tjerëve, ne kemi bisedu, mirë po ndoshta ata pak nuk kanë pas shumë njohuri rreth kësaj çështje se çka është punu, ndoshta i ka bërë më shumë informacion, edhe prej vetë Këshillit Ekonomik Social, ne me ministrin Skënder Reçita kemi punuar shumë gjatë, edhe këto janë të gatshme, sepse kemi prodhuar dokumente, ullumtime, analiza të bazuara, ku aty ka qenë përfshime edhe zonja Besa, edhe ka qenë edhe Brikena me shoqërinë civile, me gjitha organizatat, po dhe odat, edhe pse nuk janë anëtar, ato janë pjesë të disa komisioneve legislative, që do të thonë tash ne presim shumë shpejt, sepse presim shumë shpejt që të nis procedimi i projekt ligjit të punës, ku gjitha këto janë të inkorporuar çka biseduam deri tash. Mirë po vetëm pak sepse ka qenë do të thonë e kemi pas një dilemë te tremujorshi që i bie do të thonë bizneseve, ka qenë do të thonë 6 muaj me pagesë nga fondi, 3 muaj nga punëdhënësi. Unë kemi zhvilluar edhe ullumtime edhe me anëtar tonë, sepse i përfaqësojmë biznesin e Kosovës, ku disa për shembull kanë thonë që ne jam volojmë 100% barë prej korporatave që janë të mëdha, disa me 70, po me qenë një pikë referimi, do të thonë që me qenë 70% e pagës mesatare në nivel vendi, sepse paga mesatare në sektorin privat është 363 euro neto, ndërsa në sektorin publik është mbi 500 euro. Kështu që ka shumë tema, unë ju përgëzoj, me po gjitha këto që u diskutuan, unë ndoshta sot faleminderit edhe një herë për ftesën, po kontributi jem do të jetë që çka do që ju nevojitet për këto gjitha këto dispozita ligjore që u diskutuan sot, unë do t'ja përcjellë juve, sepse ne e dim, po gjitha këto janë pas ka pas vullnet politik. Ja, ne vërtet është prej vitit 2011, vullneti politik ka mundur. Me përgjithësi Ekonomik Social ka inicu gjitha këto çështje dhe gjitha ndryshimet dhe dispozitave ligjore të ligjit të punës. Do të thotë vetëm për këto, kemi edhe pagën minimale, kemi më sigurimin dhe shëndetin e punë. Do të thonë gjitha këto ne kemi trajtuar me mënyrën më të profesionale që në fakt edhe kemi prodhuar ullumtime, analiza dhe argumentime që ne jemi, do të thonë, edhe kemi marrë, do të thonë, që e tha dhe Nora, në Gjermani nuk mund ta marrim si shembull, se na jena në Kosovë, me shumë sinqeritet, me po ne duhet ta dimë edhe zhvillimin e bizneseve tona në Kosovë, sa kanë kapacitet edhe qeverinë, buxhetin e Kosovës, sepse ne nuk duhet të kërkojmë diçka që nuk është e realizueshme. Unë gjithmonë që ne duhet të kërkojmë tulimi bashkë edhe me qeverinë, edhe me komisionet parlamentare, edhe me deputet, që të trajtojmë njëri mirë, do të thonë mandej
me mundësinë e zhvillimit ekonomik, atëherë do të kemi edhe ndryshime të tjera. Po baza duhet të jetë kjo. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit, po është e vërtetë që janë në ligj. Do të thonë, po ne po kërkojmë pra ndryshimet se projekt ligje i propozuar i cili është kthy mrapa me u inkorporu në ligjin e punës e parashet që 3 muajt e parë me u pagu nga punëdhënësi dhe 6 muajt në PM pastaj të paguhet nga qeveria e Kosovës. Ne po dëshirojmë krejt këtë barën e parë, pra prej fillimit, mos mi alon fare biznesit, po kjo me kalu me pagesën nga qeveria, qoftë përmes fondit për sigurime shëndetësore apo sigurime shoqërore. Dhe kjo është një lajm i mirë që tha edhe Prikena, nëse vetëm zëvendës kryeministri e ka shpreh vullnetin me diskutu ma shumë lidhur me këtë çështje. Pra mbetet me u taku, me i bë të gjitha këto takime, me e dhënë propozimet tona, është me rëndësi që edhe si shoqëri civile edhe nga ana e përfaqësuese të biznesit ne kemi pajtimin dhe kjo është e mirë. Prandaj kemi çka diskutojmë dhe t'i japim propozimet edhe t'i shohim cilat janë modalitetet. Padyshim se na duhet me u bazu në këtë buxhet të shtetit çfarë është. Atëherë unë po e kaloj fjalën te falje vesh një detaj vogël se nuk e di ja u kuptova se për shkak edhe kohës, ne jam në stres të kohës, nuk e di ja u kuptova mirë. Tash na duhet kemi kujdes, sepse prej përvojës time, prej vitit 2011, deri tash shpresoj që me këtë qeveri nuk do të ndodhë, sepse kur i kemi nis projekt ligjet prej qeverisë, deri në kuvend, në komisione parlamentare jenë ndryshu. Ne si Këshill Ekonomik Social e kemi dërguar që 6 muajt e parë të paguhet nga qeveria, mandej nga punëdhënësi. Mirë po ndrohen këto, mandej duhet ta kemi kujdesin e shtunë në këtë çështje që mos na ik. Po unë besoj se edhe me kryeministrin, edhe me zëvendës kryeministrin, ne duhet të informojmë për sakën me veç e kemi bërë. Unë për pagën minimale për gjitha dispozitat i kam informuar dhe ja kam dërguar me shkrem, kështu që besoj që do ta kenë edhe ata vullnetin që tash të ta ndryshojmë. Patjetër, do të thonë unë e kërkoj falje, ju kisha u që të festën e Bajramit, atëherë shëndet edhe gjitha të mirat. Patjetër, do të thonë edhe në kuadër të Institutit Reinvest, forumit ekonomik grave, që kemi vepruar edhe me qeveritë e kalume, sigurisht shumë shpejt do ta bëjmë një letër edhe do ta dërgojmë edhe kërkesën për takim si me qeverinë po ashtu edhe me Komisionin për Legjislacion. Unë i uroj 25 vjetorin sepse muaji maj është 25 vjetori Institutit të Reinvest. 26 vjetori 26 tash maj, edhe shumë shëndet edhe shumë suksese, ne do të jemi gjithmonë bashkarisht në adresimin e sfidave në gjitha çështjet, sepse Instituti i Reinvest ka vetëm këtë fushë, po edhe në bagazhin e tyre në ndërtim shtetin edhe në zhvillimin ekonomik, zhvillimin e sektorit privat, gjithë burime, edhe faleminderit shumë Lume. Po shëndet për gjithë. Faleminderit shumë. Iliriana, fjala është për ju. Faleminderit. Saxhi, faleminderit gjithë për kontributet që i dha. Në fakt, që shefa Lumja ka shumë punë për aprake në këtë çështje, posaçërisht si forum ekonomik i Gruzë, por shoh që shumica e anëtarëve sot janë këtu. Besoj që ndoshta janë 3 vite që kemi punu, që rekomandimet faktikisht përputhen me ato që ne kemi diskutu. Kur foli Lumja, atë që pak isha se atë shumë kemi punu si forum ekonomik i Gruzë, faktikisht nuk e pas kem marrë parasysh Këshillin Ekonomik Social me cilin pas kem mujt me u konsultu. Po atë që ka dashna me thonë është faktikisht që po bizneset, po edhe ne si forum ekonomik asnjëherë nuk e kemi përmend, po në të vërtetë sot kur e lexojsha të shkrume që ato që faktikisht janë gjanat që na i kemi, me të cilat jemi marrë me vite, asnjëherë nuk e kemi potencu shoqërinë civile si punëdhënës. Dhe që pushimi i lehonis në fakt
e afekton shumë edhe punën e shoqërisë civile. Ka gjithmonë më tepër organizata që i shohin që i punësojnë gratë e reja, edhe që në fakt ka me ndiku shumë. Unë të kom pas përvojën që të ratë gati 3 vite dhe i kom pas 4 kolege në pushimin e Leonis, edhe pagesa është 70%, kur ti duhesh prej donatorit se biznesit për stridi qyshe kompensa. Po si organizata të cilat finansojnë prej donatorëve është jashtëzakonisht e vështirë. Kështu që kisha pas dëshirë që të jetë diku edhe organizatat e shoqërisë civile të cilat ballafaqohen shumë në këtë problem, edhe që janë në gjendje me dhënë kontributin ashtu si e kemi dhënë, si forum ekonomik i Rus. Kështu që edhe ndoshta në dokumentin e juaj me e përdor fjalën leje, me qenë se veç po rekomandoni që t'jetë e përdorur si leje dhe mos t'jetë pushim. Me qenë se veç është rekomandim i jonit si forum. Faleminderit. Lirana, faleminderit shumë, po me të drejtë për thoni se me të vërtetë është një barë e madhe e shoqërisë civile kur kemi parasysh se ato mbijetojnë prej granteve të ndryshme, po që besojmë që ky fondi për sigurime shoqërore që dje në diskutim me Leonorën nga Ministria e Punës, u dakordum që me të vërtetë ky fond kishte me zgjedhë gjitha këto probleme që janë edhe po shpresojmë që kjo qeveri do ta merr me seriozitet edhe do të filloj puna, me qenë se nuk e di Brikena nëse është ende këtu, po e di që kanë bashkëpunu me një koncept dokument, së bashku është edhe Besa është mund të na thonë për këtë, e di që kanë bisedu ngushtë me Ministrin Reqica, me Ministrin e Punës në lidhje me këtë fond. Veç me thonë që kjo tashti, do më thonë, fakti që qeveria e ka propozu, do më thonë, fondin për sigurime shëndetësore, të regon që ata po dojnë me forcu këtë fondin që me ndoshta me marrë dhe këtë barë, prandaj se kanë pas parasysh fondin për sigurime shoqërore. Në ndërkohë, na kemi punu edhe jemi të rezervu, një prej partnerëve tonë që ka marrë pjesë në ato kalkulimet për me pase çka mundet, qysh mundet, sa mushët me 1%, me 3%, me 5%, dhe më thonë basë numrit punësuve, për me pas sa ka, si me thonë, forcë financiare, potencë financiare a i fond, është diskutu edhe modeli i një bashkëdyzimi në mes të fondit për sigurime shoqërore dhe fondit për sigurime shëndetësore, pra me qenë një fond i përbashkët, po edhe kjo po thonë e dënë diskutimin për shkak që aty në të implikimeve, dhe më thonë edhe organizative dhe institucionale, se na shumë letë po bashkojmë ose po ndajmë diçka në letër, mi po më ndekë kur po ndodhë në praktike kemi po edhe prej ministrisë dhe prej komisione, dhe më thonë që është pak më vështirë pastaj me i realizu ato në praktikë. Prandaj do të bisedojmë, dhe më thonë, a ka mundësi që t'jetë fondi sigurime shëndetësore të merret vetëm me reimbursimin e shërbimeve shëndetësore, dhe në këtë rast Leonia nuk është shërbim shëndetësor, ato gra nuk janë të smura, se ato lindin, është leje nga puna, dhe ky fondi tjetër për sigurime shoqërore të merret me reimbursimin e këtyre problemeve që i përmendëm, invaliditeti në punë, vdekja në punë, pensionimi, jo ndoshta po kjo do me thonë papunësia përkohshme, këtu skema qysh janë të njohtura, dhe fondi sigurimeve shëndetësore, sepse qysh është tash i ndërtu ligji për sigurime shëndetësore dhe fondi në mënyrën qysh funksionan, dhe ende s'ka fillu fondi me mbledh, ajo ende pritet mu diskutu, për shkak se për shembull na një familje paguajmë për shëndetësi direkt prej taksave, se këtë shërbimet janë papare. Këtu kërkojnë një farë analize, po thëmë, të grupeve të ekspertve, dhe besoj që dhe Albani nashani prej Institutit Reinvest që puna në sektorin shëndetësisë, na kemi kohë që kemi bisedu që do ta trajtojmë këte në kuadër, do më thëmë, të riorganizimit të sektorit shëndetësisë edhe financimit edhe këtu, edhe besoj që mundim edhe aty me hapë.
paralelisht. Okej, faleminderit shumë Besa. Ke di nëse dikush tjetër don me u kyç në diskutim? Po shoh që kemi zonin e dikusia, zonin Leonora Selmani nga Agjensioni për Barazi Gjinore, nëse dojnë me u kyç në diskutim, me shtu diçka. Apo edhe... Fakt, Leonora u kyç me 2 kompjuter. Arsyeja është zyrën tam nuk po më bën mikrofoni dhe jo marr në zyrën e Edit. Kështu që edhe te kompjuteri i Edit jam unë, kështu që për ata që po që jemi edhe unë edhe Edit të kyçura, po jam dhe unë. Unë muj me bashkangjit në atë kuptimin aty në çka u diskutuan deri tani, pajtuam me shumicën për aty në çka i thanë para folësit tona, edhe na si agjenci shumë ku më parë kur ka filluar me u amandamentu ligji se qatë shumë është diskutu për këtë ligj të punës, se qatë shumë është ndryshuar drafti i ligjit të punës, sa më nuk petim edhe ka mbet edhe çka me të finale, edhe mendoj që duhet më kthy edhe një herë, sepse siç e dini, momentin kur krijohet qeveria e re, kur krijohet parlamenti i ri, fillon prej fillimit akti mu hartu, dhe besoj që ne do të jemi të kyçur aty. Kemi qenë edhe gjatë procesi ndryshimit të ligjit të punës në herën e fundit, kemi qenë të kyçur si agjenci, edhe qëndrimi jonë si agjenci ka qenë që bara më e madhe tek pagesat duhet t'i jenë shtetit, në këtë rast jo sektorit privat, dhe kemi qenë një zëri një mënyre me organizatat e juja, dhe është menduar që edhe një pjesë me pagu sektori privat, po më tepër me pjesën e parë, sidomos me u pagu prej shtetit, e pjesa tjetër më ndihmu pagu prej sektorit privat. Gjithashtu edhe tek 2 ligjet që u diskutuan, edhe ligji për Leonin edhe ligji për punën, na si agjenci kemi menduar që duhet të jetë vetëm një ligj, nuk ka nevojë të janë 2 ligje, edhe ligji për Leonin edhe për ligji për punën, edhe pse që për të dyat kemi pas komente dhe kemi bashkëpunuar këtë drejtim. Shpresoj që do të mundemi prapë bashkërisht edhe me juve edhe me shoqërinë civile, sepse gjithmonë kemi bashkëpunuar në këtë mënyrë dhe kemi qenë në mënyrë zëri i tyne në ato vende ku ata nuk kanë mujt me depërtu, kështu që ne jemi të hapur me bashkëpunuar dhe me i çu deri në fund komentet dhe sugjerimet tona dhe tuve të bashkërisht. Patjetër, faleminderit shumë Leonora. Po gjithsesi pra e përmenda edhe më herët edhe në cilësinë e Forumi Ekonomik i Grave, siç e dini është pjesë e Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime dhe fatmirësisht aty kemi edhe odat ekonomike që po shihet që jemi në një linjë, domethënë në një pajtim të krejt kësaj iniciative, edhe sigurisht që edhe atje ne do ta ngrisim zërin edhe në takimet e para që do t'i kemi, do t'i japim këto propozime për me i shtyp këto iniciativa, po gjithsesi pra si aktivitet projektit është takimi edhe me anëtarët e qeverisë, po edhe me komisionet në kuadër të Kuvendit të Kosovës, të cilat shumë shpejt do t'i organizojmë dhe do t'i prezantojmë gjithsesi. Dikush tjetër dëshiron me marrë fjalën? Atëherë nëse nuk kemi folës të tjerë për diskutim, unë ja kisha dhënë fjalën Djelzës për një përmbledhje dhe Djelza? Po, ta gjithë, faleminderit shumë. Po. Atëherë, faleminderit shumë për gjitha diskutimet, të kohën më pare që të një me kontribu në këtë diskutim. Ne këto gjitha vendimet e juaj do t'i internalizojmë edhe në një opel që të publikohet në deri në muj, po edhe do të përfshijmë dokumentin tonë, i cili pastaj do t'i prezantohet politikërve të Kosovës në direktë të ndryshme. Që një komente shumë e vend, që të tekë dhe faqi, është një që jemi të bashku rreth propozime, modaliteteve, edhe kemi një qëndim të bashkë tek të në propozojmë tek përfitës. Djelza, faleminderit. Besa, faleminderit shumë. Nora, faleminderit shumë për kohën e juaj. Faleminderit të gjithë pjesëmarrësve
edhe të gjithë diskutantëve deri në takimin tona të radhës. Unë ju përshëndes. Mirëmbëjtje. Mirupafshim, faleminderit.